Ndryshe nga protesta e mëparshme, Partia Demokratike ka hedhur më shumë molotov tek hyrja e kryeministrisë. Për rrjedhoj, policia e shtetit ka harxuar sasi më të mëdha lëndësh për fikjen e zjarreve të tyre, duke zbrazur magazinat. Ndërkohë që Sali Berisha paralajmëroi se protesta e 20 shkurtit do të jetë më e fuqishme dhe me më shumë molotov tek kryeministria dhe hyrja e parlamentit, kryepolici Ilir Proda ka urdhëruar policinë e Tiranës të marrë masa për furnizimin me lëndë për fikjen e zjarreve të molotovëve. Më 14 shkurt 2026, në zbatim të urdhrit të Ilir Prodës, policia e Tiranës filloi marrjen e masave me shpalljen e një tenderi të veçantë për të furnizuar me pajisje dhe lëndë që do të përdoren për shuarjen e zjarreve të molotovëve gjatë protestës së radhës. Në njoftimin e procedurës së prokurimit me numër reference 76 165 02 13 2026, policia e Tiranës thotë se kërkon të blejë shërbimin e rimbushjes së aparateve për fikjen e zjarrit me lëndë shuarse specifike dhe të shpejta. Objekti është ky: rimbushje e 200 copë fikse zjarrit të llojit ABC pluhur 27A 144 BC me nga 6 litra secila, rimbushje fikseve të zjarrit të llojit 34A 233B me sasi 50 litra, blerje 20 bombulave fikse zjarri me mbushje të llojit 34A 233B nga 6 litra secila. Tenderi do të zhvillohet në datën 16 shkurt, ndërsa zbatimi i kontratës do të fillojë brenda 24 orësh, konkretisht më 17 shkurt, ose 3 ditë para protestës së 20 shkurtit që do të zhvillojë Partia Demokratike. Urgjencën e këtij tenderi, kryepolici Ilir Proda nuk e ka urdhëruar për trajnim, pasi efektivët kanë përvojë në përdorimin e fikseve për shuarjen e zjarreve nga molotovët. Ai e ka urdhëruar për siguruar furnizimin 3 ditë para protestës, pavarësisht se, për ta cilësuar si tender të zakonshëm, kontratën e ka deklaruar me afat deri në fund të vitit 2026.